Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas zyrtarizimit të listave të koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Meta shpreh bindjen se Partia e Lirisë do të fitojë 12 mandate në zgjedhjet e 11 majit. Ai ka shpallur nisjen e betejës elektorale, duke theksuar se kjo është një mundësi historike për të mposhtur narkoregjimin edhe për të sjellë një ndryshim të thellë në Shqipëri. Kreu i Partisë së Lirisë shkruan gjithashtu se Partia e Lirisë nis garën me një përfaqësim dinjitoz dhe kuptim plot me 4 deputet përfaqësues për ta përfunduar atë më 11 maj me 12 deputet të shkëlqyer. Meta thot se për shkak të sakrificave që duhen bërë kur hyn në një koalicion dhe pamundësisë krijuar, nuk kanë mundur të kenë kandidat në 4 qarqe. Sipas tij, lista e hapur e Tiranës do të jetë surpriza historike. Ndërkohë, lista e hapur e Tiranës do të jetë surpriza historike e këtyre zgjedhjeve. Këtë më mirë se kushdo e ndjeu kryetari i çoroditur i organizatës, i cili u gafur një herë se do të dilte në listë hapur, por kur kuptoi listën e hapur të kundërshtarëve, i shkoi një herë në mendje të mos e vinte emrin fare në listë për të dhënë një garanci treme të gjithë të tremburve nga aferat e panumërta që ende nuk janë prekur se fitoria do ishte e sigurt, shkruan ndër të tjera Meta. Por kush janë 4 kandidatët në listën e sigurt të Partisë Demokratike nga radhët e Partisë Lirisë, pra njerëzit e Ilir Metës? Erisa Xhixho, Tedi Blushi, Edmond Haxhinasto dhe Brunilda Haxhiu.